Ndarja nga jeta e Shpat Kasapit. Këngëtarja e njohur bën premtimin prekës. Nëse Roeli vendos të gjitet në skenë tuna në mbledhjen komemoriale për këngëtarin Shpat Kasapi u rikthye në kohë duke folur për fillimet e tyre si fëmijë. Unë dhe ti Shpat ecëm nëpër shumë rrugë bashk. Ishim shok klase, ishim fëmijë të bekuar me prindër që na mbështetën në ëndrat tona për muzikën. Ishim adoleshent që provuam barrën e popularitetit para se ta kuptonim çfarë do të thoshte ajo. Ishim dy të rinj që në betejat nga Shkupi të depërtonim në Prishtinë, Tiranë e kudo që ka shqiptar dhe ja dorëm Shpat. Ti ja dole sot, kënga jote jehon në çdo qytet, në çdo shtëpi, në çdo zemër ku flitet shqip, sepse ti le shumë pas, le muzikën që do të mbaj emrin tënd të gjallë për herë, le buzëqeshjen tënde, atë buzëqeshje që nuk u largua asnjëherë nga fytyra jote, le porosinë se të jesh i mirë, të jesh i pastër, i qetë, i dashur, është vlerë e njerëzimit. Artistja bëri edhe një premtim për djalin e të ndjerit, i cili tani është vetëm 3 vjeç. Shpat Kasapi, miku ynë, ti ishe dhe do të jesh pjesë e një brezi të artë. Do të vinë emrat e tjerë, do të krijojnë këngë të tjera, por vendi yt, drita jote, nuk do të zvendësohet edhe nëse një ditë Roeli vendos të ngjitet në skenë, unë do të jem aty, të premtoj, do ta mbështes ashtu si dikur që ne mbështetëm njëri tjetrin. Ky është premtimi im për ty.